E kemi një grua e cila e ceka dhe pak ma herët. Nuk është thjesht titulli gazetarës, është një person i cili e ngrit zonin, i ndjek edhe i sjell parakrit audiencës në Kosovë, jashtë Kosovës, aktivitetet e artit, kulturës, muzikës, çka do që ka të bëjë me kulturën, e që shumë shpesh e kemi vrejt kohëve të fundit që kultura ose kjo fush, ky sektor lihet anash. Në një platformë që sot lidh artist me publikun çdo ditë, unë kam kënaqësinë shumë të madhe që në studio e kam drejtoreshën e Kult Plusit, që është Ardian Pajazitje. E dashur, mirë se kena erdhur në studio. Faleminderit për ftesën, kënaqësi me ardhe dhe më kon pjesë e asaj magjisë tonë që e sjell në këtë emision kaq mirë. Sa i mirë jeta o zamro, ç'është kom tregon. Mirë. Me shëndet, ç'është po shkojmë punë, ç'është po trajton jeta. Ç'është e trajtojmë na? Mendoj që ajo energjia masane i kthehet mirë, me një energji të mirë, po ajo plotësohet masane edhe me krejt ato që e bën brenda ditës. Unë vazhdoj më konë një prej atyne personave që përmbushna me artin edhe kulturën, edhe më keftu para 2 dite, e negocum për dje nuk mujta, u vendos për sot, edhe mendova që universin ashtë pikrish në ditën botërore të artit. Sinqeresht. Edhe që ku janë. Edhe ja ku je këto në ditën botërore ku na jo veçëm që thjesht e vlerësojmë artin, po na kujton edhe artistë sikur se Leonardo da Vinci e shumë të tjerë që kanë jep kontribut jashtëzakonshëm për botën, e që ndoshta nuk i dim shumë prej tyre çfarë vepra kanë lënë pas. Por po duam të di ti si Ardian, çka të ka inspiru që me qenë kultura, arti, muzika, letërsia, poezia, pjesë e përditshmërisë tonë? Është diçka që unë mendoj që nuk jemi rastësisht këta që jem, secili e formon atë mozaikun, sidomos kur e mrrin një moshë pak më të madhe. Unë mendoj që e merr atë figurën që ke investu jo domosdoshmërisht, se unë jam prej atyne personave që nuk kam thonë ko me bo këto, po a ndërtimi u konë ditor që masaneta ndërton atë figurën kush je prej fëminisë edhe deri në ditët e sotme. Arti dhe kultura më kanë shoqëruar qysh prej fëminisë, ndoshta prej rrethonave të familjes që babën e kom pas inspiruese dhe jo pse ka thonë ai me bo diçka, po ti tu e pa prindin, masane ajo veç tu shen ty edhe e ko marrë porosin ndoshta në mes rreshtave prej ti që edhe une me vajzat e mia njëjt me vepru. Jo me i thonë bone, po ato tu e pa që ka jeti tu bo për çdo ditë, masane edhe ti veç ki me trasu qatë rrugë. Edhe vajzat e mia sot janë fanse të mëdha të artit, e madhja vazhdon me qenë pjesë e fushës muzikës, e vogla ka pjesa filmit, adhuruese filmit, po jo e inkuadruar në film, e madhja vazhdon do me thonë me ndjek andrat e saj në fushë muzikës, po du me thonë atë rrugtimin që bartët gjenerat mas gjenerate, po pa trysni. Do me thonë, unë nga njerë mendoj që momentalisht jonë shumica vrapojnë pas lojemi tepër të shpejt, edhe qofshin ato dhe lojme negative, sepse po më duket që vëmendjen më të madhe po e marrin në për portale, rrjete sociale, lojmet e negative. Por ti ke zgjedh artin edhe kulturën, duke marrë parasysh që arti edhe kultura në vendin ton nuk marrin vëmendjen e merituar. Mënyrat shumë prezantove apo sa e mirë ke për mua. Shumë. E kjo e do një durim. Ato të shpejtat janë ditore, që e merë vëmendjen ndoshta të masës, po qysh e merë për një ditë, shuhesh edhe për një ditë. Me u marrë me punë që nuk ta sjellin famën brenda ditës, po duhesh vite tona me punu, unë vazhdoj më konë adhuruese këtyre rrymave do të që duhesh me pas qëndrueshmëri, edhe me punu si cilin fushën e vetë, me qatë përkushtim. Une besoj që ti ke ditë prej kohës kur edhe e ke sjell Kult Plusin, që nuk është veç një portal, është platformë, është komunitet në vete, dhe ke ditë që kjo platformë mundet mi bo bashk, jo vetëm informacionet për audiencën, por me qenë edhe një pikë ku kanë mundësi artistat e rrymave, fushave të ndryshme mu bo bashka dhe me po promovimin e tyre. Por ku e ki fokusin kryesor? A ki qef ma shumë e ndjek? Koncerte, festivale, filma? Ku i flen Ardianës mas shumë te?
Unë vazhdoj me qenë shumë e pranishme pothuajse në çdo fushë të artit që ndodh, sidomos në Prishtinë, ma larg nuk po kapaciteti fizik nuk po e lejon me i përfshi edhe komunat e vogla, po flas për Kosovë, masane edhe zhvillimet në Shqipëri jo me pranishme her pas here. Sa i përket zhanreve, filmi vazhdon me qenë si pjesë shumë interesante për mu, sidomos me filmat që kanë bojnë, që prodhohen prej qendrës kinematografike të Kosovës. E kam një kurreshtje të jashtëzakonshme që jo vetëm tash që kanë fillu me pas sukses të madh filmat tonë, jemi në prag të suksesit të filmit Dua të Vlertës që veç u kualifiku për festivalin e Cannes, po i kom përcjell edhe atëherë kur ka pas shumë pak shpresë për filmin e Kosovës që kanë pas devijime bagë të mëdha, po e kom pas interesimin. Mos flasim pastaj për teatrin e kom përcjell gjatë. Fatkeqësisht kohëve të fundit jom largu pak, megjithëse tash sfundi kesh në premierën e teatrit kombëtar, po qysh kam qenë ashtu që çdo premierë nuk e kom lënë me mik. Ekspozitat vazhdojnë me qenë pjesë interesante për mu, se po është një rrjedhim i njerëzve, është pak promovim edhe pjesa tjetër është kontakt me njerëz. Edhe po gjitha, masane është Vera, e din që Vera është super e ngjeshur. Sa më pëlqen ato aktivitetet krejt. Krejt të tjerat edhe të e përfshi masane aktivitetet që i organizojnë brenda Kul Plus Kafe Galleri, që dhe ato e do një energji në veti për me i prezentu figurat të ndryshme qoftë prej brenda, qoftë prej jashtë Kosovës. Zonja që bën shqiptarina është një titull që nuk është titull i vogël, është një titull që ti ngllon i madh edhe ka peshën e madhe. Çka do të thotë për ty ky personalisht ky titull të cilin e ke marr? Kur më kanë ftu edhe ma kanë kumtu për këtë titull, nganjëherë e kia atë skepticizmin që mos jam e vogël për këtë titull kaq të madh. As pak. Edhe më ka gëzuar shumë, jashtëzakonisht shumë, se edhe jo vetëm unë që e kom marrë, po edhe përbërja e atyre grave që kanë qenë atë edicion, kanë qenë të profileve të ndryshme, të i përfshi kur flasëm shqiptarinë është post trojeve tona dhe ka pas gra shumë të fuqishme prej diasporës, prej Amerikës e tutje, dhe kjo më ka gëzuar shumë. Mas ne kam edhe atë një titull tjetër, Zonja e Artë, që më është ndarë nga zyra e kryeministrit të Kosovës. Kjo ka qenë para 2 viteve, do të thotë janë ato copsat që e shet që dikush po ta vlerëson punën. Janë të shumë të dashur që ta vlerësojnë punën. Çmimi nuk e bën më të rëndësishëm punën tënde, po e shet që dikush po e vren. Edhe kjo është shumë e rëndësishme për atë durimin tonë që i ke pas me vitet tona për me endezat shkëndijnë të tjerë, për me përcjell edhe me përqafu atë punën tonë, se ti vetë je në media dhe di që çfarë dinamike don, edhe sidomos kur është pak me staf më të vogël, ajo tani din me kompliku pak punën edhe më shumë. E kjo ndoshta është ai satisfaksioni që ta kthen. A muj me ditë so po gjen përkrahjet prej bizneseve ose prej institucioneve të vendit tonë në mënyrë që mi realizu krejt këto organizimet, sa i përket Kult Plusit që i organizon disa prej tyre, por njëjtën kohë edhe për me pas mundësi me mbajt staf si pjesë të portalit. Bizneset me keqardhje e them, fatkeqësisht janë shumë larg kulturës, ende e shohin kulturën diçka që nuk i përket brendit të tyre, e unë mendoj shumë ndryshe që vetëm bizneset janë ato që kanë me mujt me rregullu krejt këtë çroditje që po ndodh mediat e Kosovës. Një logo e tyne duhet me qenë shumë e rëndësi që në cilin emision ka me u vendos. Bravo. Unë me këtë kriter kisha vepru, edhe nëse kishin, se këto është ai trekënd që do të thotë media, biznes, edhe krejt ajo që ndodh pastaj brenda mediave, ata tu vrapu pas emisioneve që ndoshta nuk janë të denja, po për shkak të klikueshmërisë që çojnë brendin aty, po te përbërja cilën e dërgojnë logon e tyne është për keqardhje. Kështu që duhet me ndodhë diçka për me ndryshu këtë mënyrë të bërjes së marketingut edhe të mbështetjes së vlerave. Unë para 2 viteve kom negocu me Ana Uksën për me sjell në programin në mbrëmjen artistike që e mbajta zbardhi fytyrën, edhe kostoja ka qenë bage e papërballueshme edhe me mbështetjen që e marr prej institucioneve, edhe kom kërku prej
disa bizneseve që komendu të paktën që e vlerësojnë se anën këndashme e sjell për faktin se është një prej artisteve shqiptare në Itali që her pas here përmend me mburje prejardhjen e saj që është shqiptare dhe na duhet me i rujt këto rajnë, po interesimi ka qenë zero, do të thotë edhe këtu e shet do të thotë jemi dëshmitar të asaj. Shumë, është për me të ardhë keq. Dhe është për me të ardhë keq që... është për me ardhë keq me pas se ku jepin këto biznese vëmendje dhe çka, ku dojnë emri tyre. E duhet ata me vepru shumë, me ndru strategjinë e marketingut, unë jam të i vrej disa ndryshime të vogla që kanë fillu me kuptu. Uroj që ka mu bo që ashtu, uroj që ka me fillu. Ndoshta vjen një ditë për me po ata që vlera barazohet me vlerë. Një biznes i mirë barazohet me një media të mirë, edhe produkti i mirë shkon te produkti i mirë. Këtu derisa ka këtë çroditje, e ki edhe këtë kualitet të ose jo kualitet të medjave. Shumë bukur e the, por në këtë rrugtimin tënd, Ardian, kush është ajo gru që ka qenë pranë teje, kur nuk ka pas as kamera, as duar trokitje? Ndoshta ajo dashnia nonës që e kom pas vazhdimisht edhe që e kom u para 2 muaj, ndoshta ajo është ajo fuqia saj që ma ka plotësu edhe ma ka zgjat dorën edhe jo në atë aspektin profesional, me thonë, po në pjesën e asaj që ka besu thellë në mu, ndoshta asaj më mja dediku. Dhe une e di që sot njerëzit menojnë që faleminderit shoqe, i thuhet vetëm një mikeshës, po në këtë rast shoqe mundet me qenë motra jote, nëna, dikush që ka qenë në të mirën, në të keqen, por që nuk ka qëndru gjithmonë aty për me duar trokit kur kanë pa të tjerët, por edhe kur s'ka pa askush. Kështu që nëse kishe mujt me ju falenderu dikujt që të ka përkra në krejt këtë rrugtim, do t'ishte nëna. Pa tjetër, unë mendoj që çdo sukses ndodh prej familjes. Ka raste të rralla që na shtimojnë me ndryshu që ndoshta bashkë prej mos mbështetjes në familje shpërthan ajo energjia jashtë, por në pjesën dërmuese do të thotë krejt ai rrugtimi që na ndodh brenda suksesit tonë që i kemi në jetë është ato copsat që lidhen me familjen. Nuk i heton se nuk është një ligjërat 5 minutë dhe që të liron masane edhe ti vazhdoj rrugën, po krejt janë ato copsat e vogla që të bojnë për me ndërtu që ajo që je në të ardhmen. Por natyrisht masane për posa saj, vajzat e mija janë ato që sa të mira janë loqkat. Do më thonë me zi po pres, mi po koncertin e vajzës parë dhe me po atë arritjen që ka me pas, e që e dëshiron vetë, që nuk e ka as pak tim punume. Në këtë rrugtim, a ka pas momente kur te je ndje e vetme? Ndodhe dhe sot. Ndodhe dhe sot? Ndodhe dhe sot, se ka nga njera si goditje që, ose zhgënjime që ishe që është për me dhim zamra që ki artista qaq të mdhaj, qaq të trafinum shqiptar në përbot, e ki rastin e Mimozës, që është personi i vetëm që më ka bo me këty kokën nga këto formatet e reality show, Mimoza Ametit, po jo me po atë format, unë asë njerë do të krejt edicione që kryen këto të loj formateve nuk i shikoj, po e kom bo follow në Instagram edhe jom të e po, ajo të regon që njëhesh vetë shumë herë kur mirësh me punë shumë të mdhaja dhe të nivellit lartë. Do të thot një format i tillë u desh me kuptu një shqiptari që kush është Mimoza Ameti, çfarë talenti ka, çfarë thellësie të mendimeve ka, edhe këto janë ato zhgënjimet, nuk është vetëm me turu edhe me të përgëzu për personin që je, po kur e shet që Mimoza mbi 60 vjeçe, e imagjinoje sa shumë u desh me e prit, për me po abota e ka kuptu një komunitet i vogël. Unë gjithmonë thëm jemi komunitet i vogël, ata që miren me artin e mirëfill, se është gabim ajo që thojnë art, gjithë shka që ndodhë në showbiz, ajo është shumë largë për asoj, ndoshta më i me tinglu pa keq, po ajo duhet me di që nëse synon suksesin në përmjet showbizit e në përmjet rrymave të ndryshme, po nuk edhe ajo është e barazvleshme me anën materiale, aty atëherë ti dush me undale dhe me thonë këtu s'kem të baj me artin. Po jetu synu diçka për me qa rrugën për me mri suksesin tënë në formën tjetër.
Mimoza është ajo dëshmia pikërisht te kjo pyetja jote a shkënjesh. Qysh nuk shkënjesh kur nuk vlerësohet, nuk është vetëm Kosovë, është edhe në botë arti mirëfill të don pak një sakrificë, po shtetet e zhvillume kanë atë buxhetin marramend që masane kanë komoditetin e krijimit. Unë jom befasu e dashur, se vazhdoj me përmend shumë shpesh në emision që kur kom shku në New York, për 3 javë që kom qëndru, nuk kom pas mundësi me mbri, me vizitu gjitha muzet, gjitha pubet, ku hynë në një pub dhe të shkruan Louis Armstrong ka luajtur 60 shfaqe në këtë lokal ku te po hynë. Të lutëm largoje telefonin dhe shijoje momentin ku e kanë kriju, vazhdon me qenë pub, por në anën tjetër është edhe një farloj muzeje. Du më thonë, vazhdimisht ka investime, e din që rinia, kur e në rinia në kafiqa, hajde investojmë kafiqa që me qenë pjesë e kafiqit edhe një muze, me pas një aktivitet ku ti mundesh me bo dhe për 3 javë ditë sa të qëndrova, nuk kom pas mundësi mi mbrinë ndoshta krejt ato kyqe aktivitetet ose institucionet e kulturës që janë, edhe të nalësh edhe kthesh në Prishtinë. Edhe thu, nuk ka një muze për Nexhmije Pagarushën. Nuk ka një muze për Muharrem Qenën. Nuk mundesh mundal edhe me thonë, qysh une duna me një në portal për me mujt me jep informacionet të tjerve, pa pas mundësi me ndjek këto aktivitete. Kështu që këto janë momente ku une e përjetoj qajt një farloj zhgënjime, sinqeresht, edhe thom, pse nuk i shojnë këto si aktivitete te për të bukura për gjeneratat që po vinë, pse duhet me qenë vetëm klubet e natës, aktiviteti ma i mirë për generatat e reja. Por vendet e mdhaja, buxheti i madh, shumë mirë tha. Po, fix. Kultura ndryshe është. Nëse një vajzë e re, sot, don me ndjek rrugën e Ardion Pajazitit, çfarë çai kishe thonë që askush nuk të ka thonë, nuk të ka përgadit ty në fillim? Unë i kisha thonë që mos me kërku vëmendjen ditore, gjithë shka që kom bo pa tendencën shpejt me ndodhë. Majnë menë shumë mirë, kur e kom një Kult Plusin, jom taku me një ekonomist, edhe kom dash me u konsultu paka shumë për këtë çështjen e bizneseve, që më përmend edhe që vazhdon edhe sot me qenë problema 13 vjetë që e kom Kultin, edhe më ka pyet a je e gatshme për marketing të egër. Edhe unë asiter nuk e disha atër që është marketingu i egër, edhe tash zbërtama pak që po do me thonë, edhe me qëtë idenë, me mashtru opinionin shpejt, du në treg, bla bla bla, edhe e bon këto, e bon ato, edhe thash jo, që me interesume se unë gjithë shka që e kombo deri tash, e kombo hap pas hapi, edhe ata që kanë durimin me përcjell punën tam, mirë, ata që nuk kanë, do të thotë e shoh që nuk jam për këtë treg edhe kur gjë kërkujt. Kjo është, mos me synu diçka shumë shpejt, se gjithçka që vjen shpejt, unë mendoj që ik shpejt, edhe qëndrueshmëria tregon përpos asaj atë sakrificën tënde, tregon edhe bagazhin tënd që nuk e ke ndërtu shpejt diçka. Do të thotë ka diçka brenda teje që edhe jo që veç ka, po ka edhe matutje për me dhonë. Kjo ndoshta është ajo këshilla e... Sa bukur e ke thonë. Jemi krejt në fond, unë e besoj që çdo gru që ndërton diçka shumë të madhe është një histori e cila nuk shihet gjithmonë, edhe po besoj që duhet më jep zonë edhe na mediat, na gazetarët historive të cilat kanë mundësi me na inspiru, edhe shumë bukur po më pëlqen që gjithçka që vjen shpejt, shkon shpejt edhe s'bën me kërku vëmendje ditore. Unë uroj që krejt aktivitetet tua dhe puna jote mrekullueshme dhe shumë artistike gjithmonë ka me qenë në pa. Edhe të falenderoj shumë për kontributin që e jep për këtë komunitet, që uroj që ka me shku të rrit çdo ditë më shumë, e që historitë tua kanë me inspiru të tjerët. Faleminderit Donik, unë jam shumë optimiste që pavarësisht kritikave që i po ata, se mos tingëllojmë krejt ata jo energjia negative, po unë jam shumë optimiste se kulturën nuk e përcjellë vetëm me Kult Plusin, kulturën e kom përcjellë edhe para Kult Plusit. Pa i bagazhi jam, asane e ka bu që me nisë edhe kultin. Me krahasu periudhën kur kom përcjellë kulturë dhe sot, artin edhe kulturën është duk shumë ma mirë, edhe unë jam shumë e sigurt
që me një qëndrueshmëri më të madhe të krejt komunitetit, po jo vetëm komunitetit, se pastaj komunitetit i duhet edhe një komunitet që i përcjell ata. Edhe unë mendoj që kam u konë shumë mirë, edhe veç me pas edhe mbështetje, edhe pse edhe mbështetja institucionale është shumë më mirë se sa ka qenë më herët, kështu që duhet me i shiju krejt këto prurjet artistike. E mira është që kemi shumë talenta për botë, jem të e pa që në çdo fushë, qoftë film, qoftë teatr, qoftë art pamor, kemi artista të primatit të lartë, mos flasim për sportin, që një popull kaq i vogël me nxjerr kaq shumë talente dhe pastaj më nuk kthy me gjithë atë bagazh, kjo është shumë kënaqësi për neve. Faleminderit edhe një herë. Sa e mirë je. Faleminderit, kënaqësi çdo herë që takoj edhe që të shoh, kështu që u gëzofsh. E uroj që puna jote gjithmonë kam u vlerësu, kam u pa dhe kam inspiru të tjerat. Faleminderit shumë. Ardion Pajaziti me shtmi të dashur,